Të huajt po tregojnë gjithnjë më shumë interes për të njohur nga afër trashëgiminë historike dhe kulturore të Gjirokastrës. Përveç kalas dhe lagjeve karakteristike të qytetit të Gurt, vizitorët po përfshin në agjendat monumente që ndodhen në zonat e sipërme të qytetit. Një nga destinacionet më të preferuara mbetet Ura e Alipashës, e vendosur mbi lagjen Dunavat. Monumenti i ndërtuar shekuj më parë vazhdon të tërheqë vëmendjen e turistëve, të cilët zgjedhin të udhëtojnë në këmbë për ta vizituar nga afër. Ura e Alipashës më ka manitur me historinë që mbart dhe arkitekturën unike që ka ruajtur ndër shekuj. Ky monument përfaqëson një dëshmi të gjallë të së kaluarës dhe një nga pikat më interesante për të vizituar në Gjirokastër. Udhëtimi në këmbë deri në këtë pikë është po aq i këndshëm sa edhe vetë monumenti, pasi rruga shoqërohet me pamje mbreslënëse dhe qetësi që ofron natyra. Kombinimi i historisë, arkitekturës dhe panoramës vjen shumë këndshëm. Na pëlqeu shumë ky udhëtim. Nuk është vetëm vlera historike e Urës që i bën vizitorët të ndalen në këtë pikë. Panorama mbreslënëse që ofron natyra përreth, e kombinuar me stilin unik të ndërtimit, krijon një përvojë të veçantë për turistët. Shumë prej tyre shprehen të mahnitur nga arkitektura e monumentit dhe peizazhi që e rrethon, duke konsideruar Urën e Alipashës si një nga pikat më të bukura për të vizituar në Gjirokastër. Ura e Alipashës duket se ndërthuret në mënyrë harmonike me peizazhin, duke u bërë një pjesë e pandar e këtij destinacioni historik dhe natyror. E vendosur në një zonë që kërkon pak ngjitje në këmbë, ajo ofron një eksperiencë të veçantë për ne. Kjo urë është më tepër se sa një monument historik. Është për të vlerësuar mjeshtëria e ndërtimit, rëndësia historike dhe peizazhi mbreslënës që e rrethon. Vizitat në këto monument dëshmojnë se interesi për turizmin kulturor dhe historik në Gjirokastër vijon të rritet, duke kthyer qytetin në një nga destinacionet më të kërkuara për vizitorët vendas dhe të huaj.